ndërsa ne kosovarët vetëm mbroheshim. Por luftën mund ta përfundonte vetëm NATO, prandaj pavarësia nuk ishte instrument për të marrë pushtet, por për dinjitet. Miloševiqi e kishte filluar luftën në Kosovë, ndërsa ne kosovarët vetëm mbroheshim. Por luftën mund ta përfundonte vetëm NATO, askush tjetër. Dhe ashtu ndodhi. Po të mos ishte intervenimi i NATO-s, lirit Kosovës nuk do të kishte as pavarësitë e Kosovës. Prandaj pavarësia nuk ishte instrument për të marrë pushtet, por për dinjitet. Të nderuar gjyqtarë, kjo prokurori me thuri shumë lavde, e më ndau shumë tituj e grada. Por e vërtet është krejt tjetër. Unë nuk isha ai i cili transportova rezistencën nga perëndimi në Kosovë. Unë ju bashkova rezistencës në Kosovë. Nuk ishte kthimi im nga perëndimi arsye pse UÇK-ja po masivizohej. Arsyeja ishte Slobodan Miloševiqi. Dhe askush më bukur nuk e ka thënë se sa sekretari i shtetit Mehmet Odbrajt. Citoj: Miloševiqi me sjelljet e tij ndaj popullit të Kosovës është rekrutuesi më i madh i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK-ja nuk ishte shteti, nuk ishte ushtri e një shteti. Ai ishte organizim popullor që po mbrojë nga një shtet agresor. Fakti që UÇK-ja nuk ishte organizuar ashtu siç pretendon prokuroria se ishte, nuk e zbe as pak rolin e saj për lirinë e Kosovës. Nuk e bën kauzën e saj për shërim me pak fisnike, e as arritjen e pavarësisë me pak historike.